nderuar të pranishëm, zonja, vëllezotrit, të nderuar panelistë, të dashur miq të letërsisë dhe të artit, kam kënaqësinë dhe nderin t'ju përshëndes sot në këtë ngjarje kulturore, ku do të bisedojmë për letërsinë, për artin dhe në veçanti për romanin Livia të autorit Mark Pashkut Lusçonaj. Ju lutem një dorë vëkitje për autorin. Para se të vazhdojmë të diskutojmë rreth romanit, dëshiroj të shpreh në njohjen time të veçantë për Don Pjetër Popaj, kreun e kishës tonë, komunitarin tonë të devotshëm. Don Pjetri ka mbështetur pa hezitim promovimin e kësaj vepre. E ftoj Don Pjetrin që të na drejtohet me disa fjalë. Është me thonë kjo flidukërisht më duket se është e përshtatshme, se tu qenë se jemi në temel të kishës, edhe të shumica që jemi ullë prej meshët, është me vërtet një kënaqësi e jashtëzakonshme edhe për mua që marr pjesë në këto promovime librash, sa ma tepër libra që promovohen këto, aq ma tepër mësojmë edhe na, ma tepër për cilësitë tona sikurse shqiptar, një ndër ta librat vërtet është për me dhanë një dërtrokitje ashtu sikurse ja dhatë në rim të posaçëm autorit të librit Livia, që i ven pa nduke një të cilësi familjare që i kemi na sikurse popull shqiptar. E disa vene janë rujt edhe ma tepër sikurse në për malet tona, por edhe në vene edhe në për fushën, në për qytete janë rujt, se gjithë se cili janë munu në të nërën e vetë për me tregu se janë shqiptare, nuk janë të hujt. E pra nej disa gjana që i njeh edhe këto, i lexon edhe në liber, e shef se janë edhe që që kanë buru prej ungjillit, që thot në fillim ishte fjala, fjala ishte me Zotin, në fjala ishte Zot. Atë e ke edhe në liber që i ka gërshetu aq bukur edhe autori. E një mënyrë të posaçme jam i sigurt se gjithë secili të lexu këtë libër, të nigju edhe ligjërust, jo vetëm që e përshëndet edhe, si me thanë, i jep një përkrahje autorit, por njëjtën kohë na kujton edhe ata cilësitë tona shqiptare e mos me i harru. Kena fjala latine që thot fjalë ti merrera kurse shkrimi metet e një kjash, pra disa gjana që na duhet për me i pas gjithmonë në men në zemër, por edhe në shkrim. So, një falerim të posaçëm i herë autorit, e gjithë të në ligjërusve, e drejtorit të kësaj, gjithë ju që keni marrë pjesë, kam qejf që me avdhan edhe ju një dërtrokitje. God bless you, thank you. Faleminderit shumë, Zoti ju ruaj. Tani do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë një vështrim mbi romanin nga një emër i njohur në fushën e letërsisë dhe veprimtarisë kulturore. E ftoj shkrimtaren, poetën dhe veprimtaren nga Melsia me banim këtu në New York, zonjen Agej Vezaj, që të ndaj me ne mendimet e saj mbi këtë vepër. Agej Vezaj, urnoni. Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë aktivitet të veçantë. Para se të lexoj kumtesën, do të shpreh mirënjohjen time të thellë për praninë tuaj. E falenderoj Don Pjetrin për kontributin që jep në promovimin e letërsisë dhe ruajtjen e traditave tona. Libri që promovojmë sot, Livia e autorit Mark Pashku, trajton një temë të re sociale të kohës. Romani e nxit lexuesin në mendime të thella, e bën të reflektojë ndryshimet që po ndodhin në shoqëri nga një ideologji e panjohur. Personazhet janë të rëndomt, por mënyra e jetës që kanë zgjedhur është krejt ndryshe. Ata kanë dalë jashtë rregullave dhe normave shoqërore ashtu si i kemi njohur. Livia sjell një frymë të re progresive që sfidon normat tradicionale dhe pasojat e saj në shoqëri. Familja është paraqitur fleksibile dhe nuk përcaktohet në përputhje me modelet tradicionale. Larg vlerave konservatore, pa norma e pa paragjykime nga shoqëria. Në këtë frymë të re, individët janë të pavarur duke u larguar nga rregullat dhe normat që ka një familje mirëfillt. Ky transformim ka sjell edhe sfida për personazhet që duken të humbur me vetë mënyrën e jetës që kanë zgjedhur. Romani paraqit një familje që largohet nga jeta e zakonshme duke marrë një rrugë të panjohur.
Livia është një roman që nxit lexuesin të mendojë më thellë për të ardhmen e familjes në një botë që po ndryshon. Lexuesi mund të mos pajtohet me qëndrimet dhe personazhet e romanit, sepse shpesh i sheh si çështje të devijimit nga binarët e zakonshëm shoqëror, duke i konsideruar këto si elemente ose një kërcënim ndaj vlerave tradicionale. Këtë ideologji të kohës autori e paraqit në mënyrë simbolike, si një krijes mitologjike apo nga një botë imagjinare, si një demon, si një gjysmë njeri që nuk i dihet origjina dhe nuk i ngjan askujt. Kjo krijes kërcënuese ka formën krejt ndryshen që simbolizon frymën e re që është paraqitur pa pritur, pa e ditur si erdhi, kush e pruni dhe askujt i shërben. Ky trend i ri paraqitet si model i kohës që as vetë protagonisti kryesor Lek Bardhi nuk e kupton dhe nuk din si të sillet. Është i dop përballë kësaj fortune apo tsunami shoqëror që familja e tij është përfshirë. Ai jeton në agoni, është i tmerruar dhe nuk pajtohet me botën që ka ndryshuar. Romani në qendër të veprimit ka Livin, që është bashkëshortja e Lekës, dhe gjithashtu vajzën e tyre Hera që të dyja kanë zgjedhur të jetojnë në vende të ndryshme duke kërkuar lumturinë tek ideologjia e kohës. Livia ka një horizont të gjerë kulturor, është e hapur ndaj ndikimeve të ndryshme të botës, udhëtimet e shumta dhe kulturat që ka absorbuar kanë ndikuar që ajo të përqafojë këtë ideologji progresive të kohës. Personazhet kryesorë në roman janë paraqitur si një çift intelektualësh që janë të aftë të kuptojnë rëndësinë e familjes dhe detyrimet që kanë ndaj fëmijëve të tyre. E shoqja e Lekës, Livia, refuzon parimet konservatore dhe rolin e saj si grua e nën. Ajo në rend të parë ka veten, është e apasionuar pas artit. Ajo është një piktore e njohur me ekspozita ndërkombëtare, që e sheh me skepticizëm familjen tradicionale. Pas një aventure të shfrenuar të njëjtën rrugë merr edhe e bija, që e pëson keq dhe në fund e zhgënjur i kthehet jetës normale dhe e kupton se kishte qenë e përfshirë në një ideologji të kohës nga individ që e kishin manipuluar me të. Shpërndarja e familjes në vende të ndryshme ngrit tensionet që lindin natyrshëm. Lexuesi i romanit mund të shpreh shqetësim për ndryshimin që paraqiten siç janë çështjet që lidhen me barazinë gjinore në mes të një grupi njerëzish të marginalizuar. Këto ide lexuesi mund t'i duken se janë kërcënuese ndaj vlerave tradicionale, sidomos për ata që besojnë në fuqinë e familjes, në vlera të mirëfillta morale të një shoqërie të shëndosh. Familja bërthamore me shekuj ka qenë një institucion i paprekshëm dhe shtylla e suksesit të shoqërisë njerëzore. Romani Livia nuk është thjesht një grup. Familja në romanin Livia nuk është thjesht një grup i zakonshëm njerëzish që jetojnë së bashku me dashuri e mbështetje reciproke, por një mikrosistem ku ndryshimet rrëndësore të kohës janë pjesë e natyrshme e jetës. Autori me mjeshtri ka paraqitur personazhet të lëshuara në aventura personale që në sipërfaqe të duken se janë në pajtim, por në esencë janë të mashtruar nga ideologjia e kohës. Livia e autorit Mark Pashku është romani i parë, me sa di unë, që trajton këtë temë të re në letërsirë shqipe. Ky është një roman krejt ndryshe nga ata që lexuesi mund të ketë lexuar më parë. Autori shfaq fuqinë e imagjinatës së vet për të zbuluar një të vërtetë më të thellë. Vuajtjet shpirtërore të personazhëve kryesor janë të lidhura me ekzistencën dhe shqetësimet e thella të kohës. Romani përmban një rrëfim të ndërlikuar dhe të ngarkuar emocionalisht. Personazhet përballen me realitetin e përditshëm të një ideologjie të panjohur që është në fazën eksperimentale. Ata ballafaqohen me sfida që janë pasojë e këtij eksperimentimi të jetës që e kanë zgjedhur, pa përkrahje dhe lidhje të ngushta familjare. Nuk është e mundur të ketë mbështetje në mes të anëtarëve të një familje kur secili ndjek individualizmin e drejtimin e vetë të shkëputur nga trungu familjar. Personazhet krijojnë një ndjenjë integrimi e kontradikte në marrëdhënie brenda familjes, edhe pse ato në sipërfaqe duken se janë në pajtim. Livia është nga ato libra që pasi ta lexoni mund t'ju mbajë zgjuar natën. Do t'ju bëj të mendoni se si do të duket familja dhe shoqëria
dhe çfarë do të ndodhë në të ardhmen, sidomos me gjeneratat që do të vinë pas nesh. Kur e lexon këtë roman të duket sikur bota vërtet është rrokullisur dhe rolet kanë ndryshuar. Ajo çka ishte e papranueshme tani është krejt normale. Autori ka paraqitur ndryshimet rrëndësore të familjes që kjo dukuri si faktor dhe është si faktor destabilizues i shoqërisë. Unë e përgëzoj autorin për këtë vepër dhe uroj suksese të mëtejshme në krijimtarinë letrare. Ju falenderit. Faleminderit age shumë për këtë vështrim të bukur dhe domethënës. Tani do të kemi kënaqësinë të ndëgjojmë një analizë të thelluar nga një studios i njohur i letërsisë, profesor Dr. Besim Muhadri, i cili ka botuar shumë studime dhe libra në fushën e kritikës letrare. Zotri Muhadri, urroni. Ju përshëndes gjithëve, veçanti autorin që ka ardhur këto ditë dhe të na vizitoja dhe të na sjell një roman kaq të bukur. Është kënaqësi para këtij auditoriumi që të flasësh. Para disa ditësh kishëm autorin tjetër nga Malësia për Pashkun që kemi këtu. Përshëndes gjithëve. Është një diçka para se ta lexoj këtë kumtesë, duhet të them se ka kohë që s'kam lexuar një libër mbrënda dite, domethënë vetëm kur kam qenë dikur në kohën më të mirë të leximit, sepse ne që shkruajmë më tepër shkruajmë, më pak lexojmë, po kjo ndodhi te Marku, te ky libri, në kohën kur ky më tha që duhet të vej këtu dhe ta bëj një promovim libri, ka mundësi që ta jepni një mendim. Kisha shumë punë, kisha disa projekte të mia, lash ato dhe lexova librin, një libër që tha edhe parafolsja ime ndoshta do t'i përsërisim fjalët sepse aty qëndron domethënë problemi, një libër që ndoshta po themi për herë të parë ne trajton një temë që pak a shumë na duket e kontestueshme, por është shumë reale ajo që po ndodh brenda arealit tonë kombëtar, domethënë. Unë kumtesën time apo recensionin time kam titulluar Livia, romani për familjen dhe devijimet globaliste. Shkrimtari Mark Pashku, autori i romanit Fshati i Heshtjes, Ligji i Maskave dhe i librit Zhurma e mendimeve, vitin e kaluar botoi romanin e tij më të fundit, një vepër me theks të fortë filozofik dhe me një tematikë larmishme të titulluar Livia. Mes realitetit dhe ëndrrës, mes gjumit dhe zgjimit, mes kodrave dhe luginave, mes jetës dhe vdekjes, mes lexuesit dhe autorit dhe në shumë të tjera deri në pafundësi, gjendet një mister i madh. Në përgjithësi, mister është çdo sekondë e jetës sonë, përmes së cilës udhtojmë. Mes atyre sekondave ngrihen kujtime, histori dhe strategji, mbi të cilat hartohet e planifikohet ajo që nuk ishte parashikuar. E citova këtë fragment nga autori për të theksuar qasjen e tij filozofike në ndërtimin dhe zhvillimin e narrativës së romanit Livia, një vepër që Mark Pashku e ka ndërtuar me një thellësi të veçantë. Ngjarja zhvillohet në Holt, një emër letrar, por i lidhur me vendimin e autorit. Në tërësi, rrëfimi ndodhet në Maltëzi, në Ballkan dhe përshkruan njerëzit e asaj treve me të cilat autori jeton dhe ndërvepron. Duke zbërthyer të keqen që ka pllakuar vendin e tij, ai krijon një prozë fuqishme të cilën lexuesi e përthith lehtë, e kupton drejt dhe e ndjen thellë. Përmes këtij romani, autori reflekton mbi problemet aktuale, si ato kombëtare ashtu edhe ato botërore. Në qendër të rrëfimit është Lek Bardhi, një profesor historisë, dhe gruaja e tij Livia. Përmes tyre autori trajton çështje të mprehta të kohës dhe të ndikimit të globalizmit, veçanërisht në institucionin e shenjtë të familjes. Janë shumë faktorë që kanë shtyrë shkrimtarin të trajtojë këtë temë të ndjeshme, duke arritur në përfundim njëkohësisht të dhimbshme dhe domethënëse. Ndonse romani prek dhe disa tematika, në thelbë ai vën në fokus familjen, një institucion, siç thashë edhe më parë, i shenjtë, vetë sakrificë, por i krishnuar nga rënimi. Tek Leka shohem një luftëtar konsekuent, i gatshëm për vetë sakrificë për të mbrojtur dhe ruajtur familjen pavarësisht kosteve të kësaj, ta quajmë lufte në tholësa, e cila shpesh e çon në prag të rënimit psikologjik, social dhe material.
Livia, gruaja e Lekës, hyn në jetën e tij në një moment të jetë vështirë dhe dëshpërues për të dy. Rrëfimi i saj është një dramë njëkohësisht tragjike dhe reale. Martesa e tyre, ndërtimi i ëndrave, lindja e fëmijëve, punësimi i Livias dhe avancimi i saj në karrierë janë investime të mëdha që sjellin si lumturi, ashtu dhe sfida të papritura. Leka përballet me një realitet pathyeshëm që zhvillohet para syve të tij, duke luftuar për të shpëtuar një lumturi që rrëshqet nga duart. Edhe pse dëshpërimi është i madh, ai nuk dorëzohet. Duke luftuar deri në fund kundër të keqes që kërcënon jo vetëm qenien e tij personale, por edhe shoqërinë shqiptare dhe njerëzore në tërësi. Duke ndjekur rrugtimin e Lekës në këtë betejë, qoftë edhe ai edhe kur ai vetë ka gabuar, pajtohem me mendimin e një kritikut të tjetër më herët që ka shkruar për veprën e Markut, Afrim Kasollit, një vështrues i romanit të tij, i cili konsideron këtë vepër si një pasqyrë të përkushtimit të autorit për të eksploruar provat, dilemat dhe kuptimin e ekzistencës njerëzore. Lek Bardhi është figura qendrore e romanit, bartës së të gjitha ngjarjeve dhe ideve filozofike e artistike që ngërthen vepra. Përmes tij autori portretizon intelektualin idealist që lufton kundër të keqes, që po shpopulon holtën e tij të dashur, ndërsa njerëzit largohen nga vendlindja dhe u lëshojnë hapësirë forcave që shkatërrojnë identitetin kombëtar. Leka është viktimë e realitetit të krijuar nga globalizmi, demokracia e keq kuptuar dhe liria e tepruar. Në këtë roman, Mark Pashku paraqet një panoramë të fatkeqësive që rrezikojnë traditat, vlerat kombëtare dhe familjen si institucion. Kjo liri e paorientuar, që shpesh manifestohet më së shumti tek gjinia femërore, shfaqet si një sfidë për balancën familjare dhe shoqërore. Një shembull i qartë është vetë Livia, një grua fatkeqe e cila në një moment dëshpërimi gjen mbështetje tek Leka, por më pas në një moment kritik i kthen shpinën duke sakrifikuar madje edhe fëmijët e tyre. Megjithëse romani sillet rreth Lekës dhe Livias, ai sjell edhe personazhe të tjerë me role të rëndësishme. Një prej tyre është IA, një figurë simbolike e së keqes, ashtu siç është edhe vetë vdekja e tij. Leka është i vetmi që e kupton rëndësinë e tij, duke varrosur në varrezat e familjes, një akt domethënës në një kohë kur ai vetë ka humbur gjithçka. Një element tjetër intrigues është varri misterios ku pretendohej se ishin varrose dy persona të njëjtës gjini. Ky pretendim, që u kthyen në një fenomen mediatik në kohën kur u shfaq problematika e identitetit gjinor, shqetëson thellësisht Lekën. Në fund, një analizë shkencore tregon se erësat e varrit i përkiste një kryezotit të Holtës dhe të birit e tij, duke rrëzuar kështu mitin që ishte krijuar rreth atij varri. Autori trajton edhe tema të tjera si burokracia, keqkuptimi i demokracisë, rënia e sistemit arsimor, korrupsioni dhe sfidat e kohës moderne, duke i përshkruar me finesë përmes një proze të pasur dhe të rrjedhshme. Ndonëse romani përfundon me një happy end ose një fund i gëzuar, ku pas një lufte të gjatë familja ribashkohet, dilemat dhe problemet e ngritura mbeten të hapura jo vetëm për shoqërinë shqiptare, por edhe për botën në tërësi. Në fund, duhet theksuar se Mark Pashku është një njohës i thellë i artit të shkruhet prozë dhe ndërtimit të narrativës. Livia është një roman i rrjedhshëm, i lehtë për të lexuar, por i pasur me mesazhe të fuqishme. Autori tregon se ditë të trajtojë tema komplekse, duke ndërtuar vepra gjithnjë e më të lexueshme e të rëndësishme. Prandaj, ne me këtë rast të përgëzojmë për këtë libër dhe ju urojmë sukses që të na sjellë edhe librat e tjerë. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Muhadri për këtë analizë të hollësishme dhe për kontributin tuaj në fushën e studimeve letrare. Për të përmbyllur këtë pjesë të diskutimit të librit, tani do të ndëgjojmë mendimet e një tjetër personaliteti të shquar në botën e letrave. Fjalën e ka shkrimtari, poeti, publicisti dhe veprimtari nga Kosova, Zotrim Hill Velaj, i cili do të ndajmë në përshtypjet e tij për romanin Livia. Vend në këtë rrëfim Breslanës, duke reflektuar për humbje të mëdha të ndjenjave në kohë e hapësirë për ta ridimensionuar e orientuar më pas rrëfimin në familje, gjithsesi ky krye personazhet në bazë të romanin Breslanës
Lek Bardhi dhe Livia, të cilët bartin vete tërë barë në rrëfimin dhe dramës në dashuri, e dilemat papritura, por dhe hijet e traditës, duke mos arrir asnjëherë ta kapin orën e çastin e bekimeve në dashuri. Autori Pashku, me letërsinë e tij krejtësisht unike, i ka krijuar vetes profilin e një romancieri të dalluar, ku rrëfimi postmodern e plotson rrëfimin klasik dhe ku temat me taban real që burojnë nga realiteti i jetës shoqërore marrin dimension universal, jo vetëm të getos, se ku jetuan dy personazhet e këtij romani. Me sa kam receptuar e konceptuar gjatë leximit veçantë, e bën këtë roman dhe përfshirja e shumë personazheve subjektive letrare, ngjarje dhe imazhe kulturore e ndër personazhet që autori ka detektuar në rrjedhën e jetës sociale. Në këtë roman gufon situata familjare sa dramatike, po aq groteske, ku si pasojë një funksioni shtetëror, indoktrinimin e saj dhe të pasioneve, iluzioniste, Livia investon verbrisht në disharmoninë e familjes. Kishte krijuar pasojë edhe për Luanin, birën e saj dhe Lek Bardhin, i cili në vragën psikologjike kishte bartur me vete punë e re e pasion i ri. E ëndër e re e kishte pushtuar gruan e re prej se fuqia e pushtetit e paras kishte filluar t'ja robëronte lirinë dhe për kushtimin familjar. Është kulti i pengut në dashuri përshkruar mjeshtrisht në këtë roman nga autori Mark Pashku, i cili fal talentit të tij, planit të tij ideo-artistik, mbarshtron dhe rrefen letrarisht për vakumet e kujtesës në dashuri të dy protagonistët të cilë kërcënohen keq nga superegoja njerëzore dhe lakmit verbëruse. Është pra ky roman një lloj drame shpirtërore e dy trive, si një lloj pararoje ndaj hipokrizisë dhe të kufizimit njerëzore zhytur me maskën e sistemit dhe ideologjisë së regjimit dikurshëm. Rrëfimi është i ngrohtë, nxitës, plot dilema e udhkryq që kërkon lexuesin vertikal për ta shqyrtuar dhe zbërthyer misterin e dramës romanore. Në këtë strukturë të rrëfimit, shkak dhe pasojë e kësaj gjendje, na del Livia e ndrymtare. Protagonisti i këtij romani dikur i internuar kishte piketuar shumë vajza të bukura në atë ambient të zymt shpirtëror, por ëndër që ja vriste ëndrën ishte Livia. Jo si një vajzë që ushqente idealet në dashuri, por si ishte femra që kuptonte esencën e ikjeve të bardhën në dashuri. Ai ushqehej me iluzion e pasion e saj, unë dua të jem e lirë dhe jam rritur në karrierë. Këtu zëvend thekse mesazhi i këtij romani. Rrezikimi i familjes me mjete postmoderne si janë materializmi, hedonizmi, poligamia, indiferizmi e tjerë, këtu zëfill dhe drama shpirtërore një burri fisnik, por pasionat i Lek Bardhit, i cili merr mbi supe barrën e vujtjes, kujtesës e dëshirës për ta mbajtur dashurinë gjallë. Personazhi Lek Bardhit në këtë roman na del si një burr i përgjeshëm, i ndërgjeshëm sa i përket përgjegjësisë familjare, por dhe melankolik, shpirtës vrar e i lodhur në brendinë e tij përballë situatës dramatike në dashuri. Në tekstin e këtij romani ngrej mesazhin se dikush kishte harruar misionin e saj, reflekton autori i këtij romani. Dikush shpresonte, kurse dikush tjetër e priste me madh bashkimin familjar. Përdorimi i figuracionit theksuar shpërfasin unin dhe universin original letrar dhe të njohjes së autorit Pashku. Kjo strukturë komplekse, narrative, e ngre në nivel të lartë autorin Pashku, që është në fakt karakteristik e menjut pjekura
intuitive në letërsi dhe atyre krijuesve që dhimbjeve din të japin dimensione racionale dhe shpirtërore edhe kur jeta sjell stuhi. Krijuesi Mark Pashku, edhe pse i rin mosh, mashallah, ta manqun djalë, ai i triumfalisht po hyn në radhën e shkrimtarëve më të shuar në botën e letërsisë. Pra romani Livia është roman i trokitjeve të mëdha në ndërzjedhje në shumë breza me premisat një romani psikologjik, ku lexuesi dhe krijuesi përjetojnë në të njëjtin akt shijimi e receptimi, por edhe në empatizmin, në dashuri, edhe pak, edhe një 10 minuta. Në dramat e mistershme që diti sjell ajo. Këta përbërës, letrar janë ujë, dielli, mendimi, optimizmi, falja, shpresa, dashuria, kujtesa që dhem e autorit. Autori është gjithmonë i ecshëm për dashuri dhe atë dhe dashuri. Këta dy binar e kanë formësuar edhe si profil letrar dhe njerëzor, ku e djeshmja nuk e rrezikon të tanishmen dhe tashmja i jep jetë së ardhmes. Ky unë letrar e profilizon autorin Pashku si një mendje racionale dhe me një maratonist në letërsi. Do thotë ky nuk vrapon 100 metra, por dëshiron në arrit maratonin, 42 kilometra. Bota e tij e hapur për voja letrare dhe përvetësimi i shiu artistike janë një dimension i hapur kulturor edhe për ne që i hap çdo lexuesi horizonte të reja, udhëtimesh novatore, nëpërmjet metaforave, simboleve, e sentenca të dendura deri tek ajo me mesazhin drejtëruese, duke ndërthurur vetveten romanore me atë shoqërore. Pashku nxjerr pa aftësinë për ta vënë lexuesin në rolin e protagonistit, duke bërë atë të dihet sa metaforik, po ashtu dhe real në materien e dukshme dhe të pa dukshme të universit emocional, përjetuar e të fisnikruar njëkohësisht. Ai mediton për mollën e ndaluar dhe të kafshuar dhe realitetin virtual, kohën dhe plagë që sjell mendja kujtesa. Rrëfimtari është i farkëtuar, i gravuar në sytë e dikujt, por edhe i lartësuar me dijet e tij. Andaj, sheh larg në horizontin e pamas të botës letrare. Krijuesi Mark Pashku Lexonaj është i rrethuar me detin e njohje e përjetimeve dhe evës që tundon, por dhe me vetë njohjen e principet fisnike që nuk e zhysin në ujra iluzionesh asnjëherë. Rrëfimet e tij letrare janë Eklipse, e Harp, e Sauelt. Janë tinguj të ëmbël, por edhe horizontet pa masa në sytë e veshët e lexuesve vertikal. Brenda kësaj harmonie e vallje mistike që ngërthen ky roman, që i ngjan një kori e simfonie letrare, lexuesi ndjen botën sentimentale në kontekste dimensione të reja, ku fryma lirike vjen përmes tingujve shpirtëror të violonçelit, të dashurorëve që ndjejnë bukurinë e jetës në heshtje, por dhe duke fisnikruar jetën e dashurinë të njëjtën kohë. Shkrimtari Pashku është një romansier i përmasur të gjëra, sepse diti kënoj, kur ka lezi, dita shijoj jetën, paqes, harmonisë dhe dashurisë. Mund mazi në kësaj përmasëm, parajsore, a i gjakon momentin e përjetuar jo në atë të nihilizmit dhe asaj që ndoshta nuk do të vi më kur. Por shembulli, këtë reflektim me një thënie po e përshkruaj. Luis Brillante thot: estetika është e qartë, po as e drejt për drejt dhe e papërcaktuar si dashuria,
si shija një fruti, si ujë. Poezinë ndjem njësoj si se ndjem letërsinë e gruas, apo aromën e malëve, apo të thellësive të detit. Kjo është metafora që lexuesin e zë peng gjatë leximit e përjetimit të romanit Livia. Edhe një pik loti në dashuri e kujtes nuk është turp. Turp duhet na vinte, ndoshta ne që nuk kemi ditur për të dashuruar kur. Livia është pra shkaku dhe pasoja, por dhe mesazhi i saj në këtë roman të mrekullueshëm. Le ta përjetojmë pra këtë roman përmes Livias dhe Anasjetas. Falënderit, ishi shumë vëmendshëm. Dhe këta në fund, po e ri përsëris, ju e dini malsor se ju du fort, dhe kam vetëm një përshëndetje të veçantë për profesor Dr. Bexhet Hasanin, i cili gjinë sot mesin tonë. Faleminderit shumë zotëri Mhell për vlerësimin tënd. Në vazhdim dua t'i përshëndes disa persona këtu të pranishëm, sekretarin e organizatës PAN Shqiptare Vatra, profesor Dr. Pashko Camaj, në vazhdim profesor Dr. Bexhet Hasani, gjithashtu të përshëndes profesor Dr. Palok Camaj, kryetarin e shoqatës apo fondit humanitar Trieshi, zotëri Gjon Gjokaj, kryetarin e shoqatës Malësia e Madhe, zotëri Senat Guljanaj. Edhe ju përshëndes të gjithë, ju t'jeve të pranishëm. Tash në vazhdim shprehi mirënjohjen time të thellë për të gjithë ata që kontribuan në këtë ngjarje, për panelistët tanë të nderuar dhe për ju të pranishëm që jeni këtu dhe jeni marrë në këtë aktivitet. Ju falenderojmë për interesimin dhe për pjesëmarrjen tuaj. Tani besoj se është koha për fjala i takon autorit të kësaj vepre, Mark Pashkut, i cili do të dalë këtu t'i flasë dy minuta. Nderuar pranishëm, ndihem jashtëzakonisht mirë dhe i emocionuar me kanë këtu para jush. Qëllimi ose rrugtimi i ardhjes për këtu është kthye një rrugë e cila nuk muj ma me u anashkalua se edhe ditëlindjet, edhe dazmat, edhe dekjet, çka do që tjetë edhe projektet i kem tashma të përbashta. Ky libër ka rrugtuar në Prishtinë, në Tiranë, në Ulqinë, në Malësi. Dikush mu e menua se nuk e ka ventin me ardhë te, si që mësu me që i diaspora, por e ka shumë bile, e ka fort ventin edhe uroj që kjo lidhjet vazhdojnë, të vinë libri Shqip e të ketë arsye përse me ardhë libri Shqip këtu. Por kjo uroj që të ketë pse edhe mu shkrua libri Shqip prej kavion, se jem afer të njëjtit fat si na e në Malëzi ashtu edhe ju këtu. Unë jam iltar i me i thanë gjanat troq, ashtu si janë. Na jem suotan një familje patriarkaliste me i pshet gjanat, me thonë se kam vllaun e mirë, kam kushërinën e mirë, s'kam problem me kojqivesh se i kem vulgardhet, i kem qua muret edhe ato shihen, edhe këto probleme nuk shërohen. Edhe kur kam filluar me shkruaj këtë libër, nuk ka pasi person që jam fokusuar te ai, edhe me marr burimin pe një personit. Ai person jam ka unë. E jetoj jetën si tanë ju për herë të parë, edhe
të u njoft me realitetin që ta bin jeta, e kupton se gjithçka është e bukur në jetë fillon pe sakrificet. Ju që keni arë pe temperaturës lartë, kur kanë kënë temperaturat e larta atje në vendlindjen tonë, e keni arsye të fortë pse keni ardhur. Edhe kur thani emoji me që e dini ju ma mirë se unë, kjo është i vend që hi me krye dhe del pa krye. Figurativisht, po thëmë, Amerika është i vend që kush vjen në tanë nuk kthehet. Po jo vetëm Amerika, po mergimin përgjithësi është kështu. Kur e kam shkruar këtë libër, jam ballafaqua me vetin, kur jam ba për herë parë prind, kur janë i milion gjana që emocionet nuk më lejojnë me i shprej, kam shkruar të libri, edhe kur nuk flas shumë, bile tash fola pak tepër, por uroj që ta lexoni librin, ata që s'mujnë me lexua, ti lexojnë 5 faqe prej tina, e kur ti lexojnë 5 faqe, unë jam i kënaqur se në ato 5 faqe kanë më thonë diçka për ta. Për mua është gëzim, kur i libër del pe i durve mia, po ashtu si i foshnje që i le, nuk gëzohen vetëm baba dhe nana. Nuk kite me pa kur farë lloj kuptimit, me le i fëmijë, me e marrë dhe me e që në shpi, edhe me, pas ka le, vajza. Dhe më tha kite me kënë diçka, e këtu ke marrë, jem shumë afer kësaj sot. Kur le foshnja, gëzimi dahet. E kur dahet gëzimi, dahet edhe sakrifica, po lidhe me ta që ka tha që pare. Pra e kam kuptua, po flas për veti, që kam kuptuar gjatë shkrimit, studimit për me e ba këtë libër, e kam kuptuar se ata që i duhen me pas eksistencë normale, sakrifikojnë shumë. Kjo më varet se për çka kem me sakrifikua. A do me sakrifikua për qiftan personal, kokër, edhe nëse e marrim në knasin ashtu, okej, jeta është e hapun për secilin. Nuk kam absolutisht kur gjëra kundër, se libri nuk shkon kundër kur kuj. Absolutisht kundër as kuj. Por, nëse ju sakrifikoni edhe për neje atje, e mbesoni që edhe na sakrifikojmë shumë për ju që jeni këtu. I sakrifikojmë ëndrrën, dëshirat, fuqin, e kem sakrifikuar me fuqin. S'kem fuqin. Sot të parë i kojshi i temin Nica edhe nuk u gëzova as pak që kje këtu. As pak. Edhe i thash se jeme në kish, e deshta me trua, se kam forca në atë, qka ke lyp këtu? Nuk u ka të një. Kështu që Ka shku dëm tjetëri. po e përfundoj tanë këtë fjallën teme, sinqerisht me e bukur e fjallën se me është se kam shkrua me tanë sinceritet, e kam po se ata që e kanë lexua, i ka thumua, e kjo është edhe qëllimi, jo mu pajtua ju me mua, po na me u pajtua me vetin. Sa është as pak qëllimi mu pajtua. Tanë kem bom kate, edhe për ata tonë burkime në të me për fajtem, për matë mallin fajtem. Nuk ka liber firë, se tonë për e folësit e thonë, por 3 gjona i kam caktuën tonë, i kam prikë. Që kam pas dëshirë, lexuesi kur të lexojnë me e kuptua se Zoti nuk është turp. Se si e beson aja tjetër çështje, po Zoti nuk është turp. Edhe me e përmet emnin e Zotit, nuk është barre. E kjo na imponua vitëve e funit, si me na orë për i komunizmi, që Zotin dikush është e kuq, dikush të barë, dikush të verë, dikush s'ka rëndësi, pra ta janë bojnat. Kombi nuk është turp. Nuk është turp. Tanë e duhem Amerikën, e Malinezi, e Gjermaninë, e Francën, e Belgjikën,
Të tona i duhem, të tona komplet. Po, do të me nisë me da vetin, e para. Aty fillon që qka. Tona këto gjumë ti mësojmë, tona. Janë shumë bukura. Vesh vetin duhet, ma të parin. Familja normalisht si nukleusi i bërthama kryesore, e tona këtyne, se kur të në shpërbahet familja, komi, veti, fshati, tokat, tona, trashigume, qyshën majet bishkve derin në fusha, ka jem, s'na kanë kuptim ma, absolutisht jo. Tonë jem gati me ardhe dhe mu ka të rupër i ditar tuk që i kem atje në malësi. Ashtu si jem gati mu ka të rupër atë ditar tuk, hajde të katë rona se kush e ka familjen më të mirë. Kjo është qëllimi i librit. Pa me këtë libër, sincerisht nuk kam pretendu as me ba letërsi, po në fakt, në bazë të parafolsve edhe tjirve që e ka lexuar librin, jam mase i kënaqur, si me më tha dikush se për i fëmijë që kam shpresua se hajte, mu edhe me ndali larm, por e kam pa guximin me e qita ashtu, më vjen shumë mirë për ta. E po ashtu dhe mkati, janë 4 elemente që thash Zoti, kombi, familja dhe mkati që i kam vunë në qendër kësaj. Jo për me i zhduk asjarën, po për me i vunë pa, për me i pa, edhe e kam thënë tuz, e për e përstris, ta ndalim para pasyret, e kur dalim ashtu si jem, jo ashtu si kishim me dasht. Bela u kishim me dasht me i pas flokë si mhili, nuk i kam, as si kam pas. Falenderoj shumë mhill, age, besim, Don Pietrin, i cili ne ka qilë dyrë e këti promovimit, se cilin pe jush që keni la vullnet për krahje, me pranin e juve, bela shumëve nuk jau di emnat, bela dhe jau di, jau harroj se i harroj te për shumë, po sincerisht ma keni arsyetua punën teme edhe faleminderit për i zemrët, në veçanti Leonardit Berishaj, i cili nështë ka me thanë diçka, por kur e kam ba këtë libër, a ken një ndër të partë lexues që ja kam nisë. E kam pyet Leonardo, do më të nisë që libër që kam përfundua, a do shkrim, kish me pasive ma dha menimin, se sa do që ne na thote kite me thënë Viktor Jun që tash ju shkollovanat, se menojnë se na menojnë tryshën, nuk Hamburg, por sincerisht do me tha, ma shumë vlerë ka i menimi dikujt i sinqert, se i menimi dikujt që është i pregaditur. S'ka rëndësi se sa çfarë shkollimit kem, ka rëndësi se sa sinqert jem në ta që e thomë. Edhe kur më ka thënë Leonardi se librin du me financua ose unë menoj se ky libër vlen me u botua, e kam ti e vetin mirë. E sidomos pas që e kam botua librin e ka shpërnda Leonardi dhe disa shok këtu, sidomos që ba Nikol Junqi, te Nikol Junqi kam kalu pej e në kushë e në kushëri. E rogjo në kushëri, po. E këto e më gëzojnë, e më napin vullnet për punën që e bajnë, se kur e kam nis, e asë sot, u betohem në Zot e në familje që e kam. Nuk e kam nis për me fitua me ta. Letërsia nuk është biznes që ti munesh me jetua me ta. E di se për në tokë të Amerikës, e për botën perëndimore, është budalakia me madhe, you lose your time, you waste your time, e dhe smer asisen. Po, marë shumë, i arsakonisht shumë, se ku shkoj e droj deri në shtëpis, i kam marë tana, ato që ka kam dasht me i marë pe i jetës seme. Shumë faleminderit në bashku, urime dhe suksese. Tash në fund urua që Lilia të vazhdoj rrugtimin e vetë të lexuesi dhe të gjaj vendin e merituar në letërsinë tonë bashkohore. Një përshëndetje të shkurtër dhe një fjalë
të shkurtë do të thonë profesor doktor Pashko Cana. Imam shumë Pashko, Mark Pashko, të shërë të pruve. S'me vajzat, por të ndëruar. Po, unë nuk ju nga të rëj. Ndëruar panelist, Mark Pashko, vazë në motra, vetëm një përshëndetje të shkurt, besoj që këtë përshëndetje mund e baj në emën gjithë neve këtu që më bashkua këtu. Ashtë nere kënaqësi që të bashkohemi gjithmonë në rastet tilla, për rastet tilla. Foli Marku unë për librin e kom lexuar në fakt ka më thyer si isha marsi për një muaj e gjysë mora librin dhe kom lexuar me shije të veçantë, jo vetëm këtë po libra të tjerë të Markut, na ka mësuar tash na ke mësuar me literaturë, me veprimtari të mrekullueshme, vetëm ta vazhdosh se si thallën hilli i parë, je djalë i ri, dhe ne na frymëzon dhe ne që pak më të vjetruar, më të plakt. Por dhe shta me thanë, vetëm në përshëndetjen tim, dhe shta me thanë një gjatë që dëgjova nga Marku, kushdo që shkrua libra, edhe në Amerikë, do shta me qenë, se me ka një shqiptari ma ashtë tjetër, por librin njeri nuk e shkrua për me pa pare, me ma pasuni, me fitua lek. E shkrua me lanë diçka, me lanë një shenjë, me lanë një vepër. Dhe këto libra janë një farë rrëfimi i shpirtit të autorit, i cili mundohet për mes fjalëve me prek temat në të cilat shumë na i gjejmë vetin. Duke lexuar librin e Markut ose të Agës ose të njëri së tjetrit, e gjejmë vetin vetë, e gjejmë familjen, e gjejmë jetën, e gjejmë ato çka na motivon, ato çka na jep besë me jetua, na jep arsye me jetua. Por çka du me thënë në përfundim kësaj përshëndetje, është e nevojshme që na t'i përkrahim njerëzit tanë, t'i përkrahim dikur edhe me arsye të veçantë kem thënë se jo kem la fajin tjerëve, s'na kanë lënë me shkrua, kanë shkruar tjerë për ne, kanë folur tjerë për ne. Tash kem njerëz, shqyr Zotit, me thënë tamam kështu malsor që shkruajmë na vetë për vetin, shkruajmë autor tanë, shkrimtar tanë. Dhe ku më mirë se me i pas njerëzit tanë që me shkruajmë për ne, me lanë gjurmë, jo me shkruaj vetëm për historinë të kaluar tonë, që është e mrekullueshme, por është obligimi yni me lanë shaj edhe për ata që të vinë, se kanë me vetë dikush ata nipa tanë, ku janë kanë kjo kohë, kjo gjenerat, që kanë banë. Dhe Marku e njerëzit e tillë janë dëshmi se edhe na jem këtu, shkruajmë diçka, lëm diçka. Lëm një shpresë, lëm një emën në letër se pasë fjala e shkruar me mbetet, edhe do tjetër i parë. Por për ne mbetet që ta përkrahim. Vetëm një gjatë shkurtëm para 2 vjetëve kur e ke pas librin Lost, e ke përkthyer në gjuhën anglisht Lost, humbja, po. Në një libër i mrekullueshëm. Kom pas fat që patë mundësi mja botuar në gjuhën angleze, dhe ai libër gjendet në Amazon. Sa prej jush e dini sa është ai libër në Amazon, me një klikim të vogël e ke në shtëpi nesër, pas nesër. Dhe kjo është e ardhmja e letërsisë. Bota ndryshon. Nuk kem kohë nështë me shku në librari e kushit në libër, po me një klikim të librin shpillë, me lexua, me shijua, mja lanë dikuj ta lexojnë, dikush në lik i yti, një shok. Pra ta përkrahim njëri tjetrin sepse s'kem ma nevojë të shikoj veten pasyrë, se dhe Marku, çka bajmë na për veten, çka bajmë na për njëri tjetrin. Ta afrojmë njëri tjetrin sepse është nerë, nuk e ka shkruar Marku me ma pare, por ka shkruar për një vlerë të veçantë, një vlerë shtuar, dhe për këtë rëndësishme. Të japim shtypje njëri tjetrit, dhe fort ta mbështesim. Ajo bëhet të më jap libra, të më jallani shok, të më thani fjalë të mira, të më bani promovim të bukur për njëri tjetrin për këto vlera që mesin. Dhe herë faleminderit, ishte kënaqësi, vazhdo me shkruaj mos na lë. Shumë faleminderit Pashko. Tash në fund do të përshëndes me respektin madh përmendi Skender Palin, Ulqini TV, dhe Noli Show, Nazim Saliu, ju falenderoj shumë. Vllazën e motra, me këtë fjalë të fundit tash e mbyllim këtë promovim të lidhjes. Ju dëshiroj suksese, shëndet të mirë, dhe shpresoj se keni kohë në vazhdim të pim ka një gotë mena, gotë raki, një kafe. Inshallah.
Inshallah, po. Shëndetje dhe mirë se vini me Noli TV këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është një nder i madh, një kënaqësi e madhe se ku na vinë edhe autorët edhe prej Kosovës, prej Malit Zi edhe prej vendeve tona shqiptare, na sjellin këto gjërat e bukura siç na keni sjellën edhe romanin Liva nga autori Mark Pashko. Por më të kallëzoj drejt me ato fjalët e tua që thave, unë do të mi bogati kuferat e mu kthy në Kosovë. S'pari gëzojmë shumë që jeni këtu si media, është vërtet kënaqësi e madhe që këto me u transmetua të gjithë shqiptarët, është i punë e cila ashtu si edhe letërsia vlerësohet shumë ma pak, por uroj që komuniteti ynë, komi ynë në përgjithësi, ndërgjegjësohet për punën e gazetarëve, të shkrimtarëve, të poetëve, edhe të atyne të cilët mujnë ndoshta me ba profesione tjera, mujnë me ba punë tjera, për me hangër i kapshat bukë ma lehtë, por kanë zgjedhur atë rrugë, atë sakrificë që thashë edhe më përpara, vetëm për me qenë afër popullit vetë. Kështu që faleminderit që ju shumë që jeni prezent këtu sot. Edhe është një nder i madh që po e shoh me këto dhe je fituesi i çmimit Rexhai Suroi, edhe romanin që është fshehet, ta shikoj veç pak. Fshehet humbja, ligji, maskave, humbja Liva. Qa do me thonë por këto se vetë vërtet është një rëmuj e madhe, po me një do me thonë një shumë të madhe. Unë jam formuar në Kosovë, jam student i Kosovës, nuk ka libër që nuk e kam promovua, mos me thonë njëjtë një javë si në Malësi ashtu dhe në Kosovë. Jam shumë krenar për këtë, Kosova më ka rrit, edhe nëse dikuj i dedikoj falenderim dytë pas familjes, është Kosova. Krijimtaria eme është i krijimtari kryesisht e bazuar te shqiptarët, e për shqiptarët, të Malit Zi që aq shumë na kanë dashur Kosovës, por Livja është një libër që i dedikohet kryesisht fund e krye femrës. Një gjë po më pëlqen shumë, se unë e moj men, po flas para luftës, ne kemi pas ulçenak shumë në Kosovë, në Prishtinë studentat. Edhe po më pëlqen kjo rrëfimi yt që po thua se prej Kosovës e ka marrë disa gjëra. Kjo është shumë e mirë. Unë do me të thënë një diçka, herën e funit që bëna promovimin e librit Livja në Prishtinë, isha në një televizion, në intervistë, ku ai djali ishte vetëm 19 vjeç. Edhe pas fjalës seme që i fola për Kosovën e për Prishtinën, kur ndaloj shkoj reklama, djali 19 vjeç u çua prej karrikët, e më përqafou, e më tha dua Shqipe. Kështu që Malësia nuk mund kishte ekzistua shqiptare pa Kosovë. Me këto fjalë të bukura, me këto fjalë të ëmbëla që po i flet, duhet jam kurështar se ku mund njerëzit me gjetën këtë librin dhe ku mund ta gjejnë se me të vërtetë edhe një imazh i fytyrës këto, një figurës që e ke shëndruar me të vërtetë që ka një domethënie shumë të madhe. Kështu që të lutem na trego ku mujna me gjetë se nuk po mujna me pritat. Libri im është botuar në Kosovë, atje qarkullon përmes botimeve Koliçi, është botuar edhe në Shqipëri te botimet Fishta, kurse këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës për momentin gjendet vetëm këtu te Qendra Nën Tereza, kështu që mund marrë me bileton shqiptarët, cila do konfesioneve që janë se libri, ashtu si që thashtë dhe te fjale eme, ju drejtohet familjes e cila është në problemet më të mëdha të ekzistencës sot për sot. Atëherë duhet të jem kurështar i madh, me qenë se na e vëdhëm këtë libër sot, edhe duam që na i dhash një autograf për televizionin ton, Noli TV, që me të vërtetë shumë njerëz edhe e shikojnë edhe duan ta di. Merrni këtu me shkruaj. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues dhe dëgjues, ne do të ju informojmë edhe ku mund të gjendet edhe ky libër, do të qesim në faqen tonë të Facebookut, që edhe mund të kontaktoni besoj edhe në Facebookun e Mark Pashkut, edhe mund të shikoni aty edhe ti drejtoni edhe ti thoni ku janë këto libra, se me të vërtetë e tëra kjo intervistë edhe e tëra ky xhirim që u bë sot me rrëfimet e disa njerëzve që ishin pjesëmarrës këto,
na treguan një gjë shumë interesant. Unë po çuditem për veti se po dalin shumë njerëz të talentuar, shumë autor të ri sa të këpurdhat, por me shumë domethënie të madhe. Arsyeja është se pse tash po dalim si këpurdhat shqiptarët e kam fjalën, ndoshta është se kemi shumë pak që i kem prek lirin, kështu që i faleminderit shumë për jush. Faleminderit.